Misionart luftës kundër narkoshtetit. Të nderuar miq, sot më shumë se kur bandat në pushtet fshihen si struci. Sot më shumë se kur janë në garë kush t'ia fus njëri tjetrit. Jo për frikën e njërit apo tjetrit, po prej frikës nga ju, se e din që ju ka ardhur data. Ju ja kallni datën. Të nderuar miq, të nderuar qendrëstar, 12 vite kemi denoncuar se si një narkopushtet ka vjedhur çdo ditë, ka vjedhur çdo minutë, çdo orë, duke i transformuar shqiptarët në popullin më të varfër të Europës, me pushtetarët më të pasur të botës. Ndërkohë që sot në Shqipëri nuk ka ilaçe nëpër spitale, Ergys Agasi ka 3 milion euro shishe vere. Ndërkohë që trit dhe trejat largohen se nuk blejnë dot një apartament në Shqipëri, si rjedhoj e pastrimit parave të drogës në ndërtim. Belinda Balluku ka plot 314 apartamente dhe 2 jate, dhe këto janë të vetmet që dim ne, e sa tjera. Dhe t'imagjinosh që këto janë shërbëtorët e Edi Ramës. Kur këta shërbëtorë kanë këto pasuri, çfarë pasuri e ka narko-kryeministri Edi Rama? Ku i gjetën parat? Janë të gjitha para tuaja. Prandaj duhet luftojmë që t'i arrestojmë, të shkojnë në burg dhe t'i konfiskohen gjitha pasurit që ju kanë vjedhur ju. Të nderuar motra dhe vlezër, të nderuar demokrat, të nderuar qytetar, sot mediat e narkopushtetit na tregojnë se këtu janë militantë e partisë. Jo, këtu nuk janë militantë partije, këtu janë militantët e Shqipërisë, misionarët që kanë vendosur të largojnë narkoshtetin dhe narko-kryeministrin Edi Rama. Deri dje, të nderuar miq, ishte vetëm opozita që fliste për narkoshtetin. Deri dje ishte vetëm opozita që denonconte. Kurse sot është e gjithë Europa, sot janë 7 rezoluta ndërkombëtare që faktojnë akuzat tona. Sot është e gjithë bota që fakton se Edi Rama është kryetari i një narkoshteti. Sot, të nderuar miq, nuk ka asnjë gjuhë e botës që nuk e di që Edi Rama është një trafikant i rëndom droge që ka vjedhur pushtetin me narkokartelet, duke bler vota, duke bërë presion. Kur një shtet bie prej bandave, çfarë ndodh? Ndodh që biznesmenët merren peng, ndodh që punonjësit e administratës merren peng për interesat e baxhanakut kryeministrit, ndodh që torturohen në përshkutat e krimit Suel Qelës, Troplinve, Gjabafve dhe çdo kriminali tjetër. Dhe sot, nga ky podium, do u themi që njësoj siç kemi bërë me kriminalët kur kemi qenë pushtet, që i gjetëm në skutat ku ishim shehur, nga Aldo Bare te kushdo tjetër, të gjitha bandat do kenë të njëjtin fat, nuk do kenë vrim kur të fshihen, do të arrestohen dhe do të shkojnë burgu ku meritojnë. Ndaj sot, të nderuar miq, më shumë se kur është e nevojshme qëndresa. Kjo që nis sot nuk është thjesht një protest. Kjo që nis sot nuk është një miting. Kjo është piknisja e një misioni pa kthim. Kjo është piknisja e një revolte pa kthim. Kjo është piknisja e fitores të Shqipërisë dhe dështimit narkoshtetit. Sot më shumë se kur jam krenar që jam një nga ju. Sot më shumë se kur jam krenar që jam pjesë e Partisë Demokratike. Sot më shumë se kur jam krenar që jam pjesë e misionit e nisur nga lideri i opozitës, profesor doktor Sali Berisha, i cili jo vetëm denoncoi për herë të parë narkoshtetin, por i bëri ballë që në 2017 vazhdon t'i bëj ballë sot, dhe bashkë me ju do të korrim fitoren e nevojshme për vendin ton, për kombin ton. Ndaj sot, të nderuar miq, le t'i japim fjalës njëri tjetrit që kjo nuk mund të mbyllet kurrë me një protestë. Kjo mbyllet vetëm me largimin e Edi Ramës, qeverinë teknike, zgjedhje të lira dhe ndershme, arrestimin e narkoshtetit dhe narkotrafikantëve në pushtet.
Zoti e bekon Shqipërinë, Zoti i bekon shqiptarët. Studion në Itali, në Universitetin Bocconi. Mund ta njihni si aktivist i cili gjatë viteve të gjimnazit ishte në balë të përpjekjeve rinore për një Shqipëri më të drejtë për bashkëmoshatarët e tij. Ftoj në podium të riun Laert Vasili. Mirëmbrëma demokrat dhe demokrate, qëndrestar të palodhur të demokracisë dhe të lirisë. Mirëmbrëma qytetar të mbar kombit shqiptar, kudo që jeni dhe po na ndiqni. Mirëmbrëma dhe kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Unë jam Laert Vasili, ai që deri dje qëndronte para ju si gjimnazist, e sot qëndron si student europian. Prej 4 muaj që jetoj larg Shqipërisë, ku zhvillimet në vend i kam ndjekur vetëm nëpërmjet medias. Sapo dëgjova thirrjen e Partisë Demokratike për protestë kombëtare, kam prerë biletën e parë të avionit për të qenë mes jush, për t'ju bashkuar protestës kundër korrupsionit galopant dhe kësaj qeverisje të papërgjegjshme që kanë bërthyer prej fyti zhvillimin e vendit. Ngjarjet e fundit na kanë treguar dhe një herë në dritën e diellit ato që Partia Demokratike i ka denoncuar me vite. Çdo arrestim i zyrtarëve të lartë ka nisur nga një denoncim i Partisë Demokratike. Nuk është parë në asnjë vend evropian që çdo ditë të merren pandehur një mori zyrtarësh nga më të pushtetshmit në vend. Vetëm në Afrikë, Azi Jugore ose në një ishull të harruar në Oqeanin Indian kemi dëgjuar për të tilla afera. Si mundet Shqipëria në zemër të Europës gjeografikisht dhe kandidate për Bashkimin Evropian politikisht të pretendoj se meriton antarësimin në familjen e vlerave europiane. Shqipëria, ajo që vazhdimisht renditet e fundit në testin ndërkombëtar të PISA-s, e fundit në indeksin e lirisë medias, e para në shkallën e emigrimit dhe e para në indekset ndërkombëtare të korrupsionit, ka patur një ëndër shekullore për një Shqipëri europiane. Një ëndër e cila u kthye në himnin e studentëve çlirimtar të 90-s dhe sapo vinte po i afroi qëllimit derisa në krye të qeverisë erdhi rilindasi. Shqipëria që lam ne renditej e para në rritjen e rrogave, ku ja kalonim dhe fshinjve tanë europian, atyre rumun dhe bulgar. Në vitin 2013, megjithse qeverisja jonë nuk ishte perfekte, njerëzit kishin shpresë për të ndërtuar të ardhmen e tyre këtu, për të formuar familjen e tyre këtu, për të hapur një sipërmarrje ose për të hedhur një hap në jetën e tyre. Mbas 13 viteve qeverisje të rilindjes, sado e fort ka qenë propaganda, ne e shikojmë si e zeza mbi të bardhë ku jemi. Shkolla që mbyllen, administrata tejet e fryrë e politizuar. Në çdo zyrë që futemi, gjejmë 3 a 4 punonjës që jam i bindur që as ata vetë nuk e din për çfarë janë aty, për vetë se të votojnë partinë shtet. Emigrimi masiv me largimin e 1 milion shqiptarëve, shpopullim masiv. Por si mundet një njerëz të shikojë të ardhmen e tij këtu, kur ka një mungesë theksuar të meritokracisë, ku punët ndahen në administrat sipas devotshmërisë ndaj partisë, ku për të blerë një apartament është e pamundur për një të ri thjesht, e kur tregu botror ecën me hapa të shpejt, ndërkohë në Shqipëri gjen vetëm punë krau. Nga ndërtimi në hoteleri e rëndom si kamarier. Shqipëria mund të jetë vendi i vetëm në